Përshëndetje vëllezër e motra, unë sot kam një lutje shumë urgjente të gjithë ju. Ndëgjoni prandaj këtë video me vëmendje pasi që bëhet fjalë ta ndihmojmë Arbenin nga Kosova. Jo ta ndihmojmë me të holla, po t'ja gjejmë një kontratë pro në Gjermani. Prandaj i los të gjitha firmat shqiptare që janë në Gjermani. Ta ndihmojmë Arbenin dhe t'ja bëjmë një kontratë pune pasi që me të vërtet me bëri amanaxhi dhe me tregoj që e ka gjendjen financiare shumë të rëndë në Kosovë dhe djali posedon pro kategorinë e patent shoferit C dhe posedon gjithashtu edhe kodin 95. Prandaj ja mundson me marr vizë momentin që dikush ja gjen kontratën shumë shpejt. Edhe për atë arsye, vëllezër e motra, ju siç më njeni, unë nuk jam pro që bëj femetlën pro që me himja përfitu pi dikuj. Për atë arsye edhe numrin e keni kështu të Arbenit e thërni direkt +49 152 2003 490. Pra që të mos vjen të dyshimi apo të keq kuptimi, për atë arsye unë dua çdo herë që ju të kontaktoni drejt për drejt me personin e fjalë. Nuk jam si ata apo ato që thojnë po hajdon ta gjoj me ful tash me film me përfitu diçka prej tij. Jo, veç Zoti ju ndihmoj dy porëve, edhe shpresoj edhe e di jam i bindur që ka shumë firma e shumë vllazën e motra shqiptar nga çdo vend që kanë një zemër të mirë dhe besoj që do t'i ndihmoni. Unë ju përshëndes të gjithë dhe me respekt. Muhammed Bajram Mehmeti, kaloni sa më mirë.